A duhet të ha më vezë në mëngjes? Eksperti i e përgjigjen që do ju befasoj. Veza është një nga produktet më të mira shtazore dhe me vlera të larta ushqyese. Të paktën një vezë në ditë duhet të hani dhe sugjerohet në mëngjes në mënyrë që të keni më shumë energji gjatë ditës. Nëse konsumoni vezë për mëngjes, do të keni një përqendrim më të mirë, veza ju bën më të vëmendshëm, është e mbushur me ushqyes themelor. Proteina që përmban veza ju ndihmon që të bini më lehtë nga pesha. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët i japin energji trurit tuaj. Ato janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e syve. Veza konsiderohet si një nga produktet më ushqyese që mund të shtohet në dietën tuaj. Ato janë të pasura me nivele të larta të proteinës, të cilët do të mbajnë larg edhe problemet e organizmit. Vezët janë të pasura me minerale shumë të rëndësishme, siç është proteina, vitamina, mineralet, si vitamina B12, vitamina D dhe hekuri. Pavarësisht shqetësimeve të mëparshme në përmbajtjen e tyre të yndyrës, Shoqata Amerikane e Zemrës tani rekomandon një zëri të hani 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë. Kështu do të merrni përfitimet e tyre ushqyese dhe do të mbani larg edhe komplikacionet nga organizmi. Vezët cilësohen si një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të shëndetit, dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për përmbajtjen e yndyrnave në të. Vezët sipas Healthline konsiderohen si një nga produktet më të rëndësishme. Përveç kësaj, ato janë burimet ekonomike të proteinës që mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë se ju mund të keni përfitime të rëndësishme ushqyese nga konsumi i vezëve, duke i cilësuar ato si një nga produktet më të rëndësishme ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i vezëve të zira për mëngjes do ju japë më shumë energji dhe do ju bëjë të jeni më të ngopur gjatë ditës. E verdha që gjendet te veza është një nga burimet më të rëndësishme të vitaminës B12, siç është për shembull vitamina D dhe kolina, të cilat e ndihmojnë trurin dhe trupin tuaj të shndrojë edhe burimin e këtyre ushqyeseve në energji të mirë gjatë ditës. Kombinimi i proteinës dhe yndyrës së shëndetshme që gjendet tek veza ju ndihmon që të ndiheni të ngopur për më gjatë ditës dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e organizmit. Flokët do t'i keni më të shëndetshëm dhe lëkurën do ta keni plot shkëlqim me konsumin e vezëve të zjera në mëngjeset tuaja. Vezët janë të pasura gjithashtu me nivele shumë të mira të vitaminës B, siç është vitamina B5, B2, B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Këto vitamina janë të tretshme në ujë dhe mund të ruhen edhe në organizëm. Kështu ngrënia e rregullt e vezëve do t'i japë organizmit tuaj ruajtjen më të mirë të këtyre ushqyesve, të cilët do të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet. Vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të kockave. Vitamina D që gjendet me shumicë tek vezët është kritike për shumë funksione të organizmit dhe për mbrojtjen e trupit tuaj. Ajo ndihmon në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon riskun e disa llojeve të radikaleve të lira, promovon gjithashtu një shëndet më të mirë mendor dhe mbi të gjitha është e rëndësishme për kockat duke i mbajtur ato më të forta, më të shëndetshme dhe gjithashtu duke mbajtur larg problemin e radikaleve të lira. Sidoqoftë funksioni i tyre më i rëndësishëm është se i mban kockat të shëndetshme dhe lehtëson përthithjen e kalciumit, duke mbajtur të qëndrueshëm nivelin e kalciumit dhe fosforit në trupin tuaj. Një vezë siguron rreth 6% të nevojës ditore të vitaminës D, kështu që ngrënia e një veze çdo ditë mund të përmirësojë shëndetin e kockave tuaja. Ngrënia e vezëve çdo ditë mund të ketë përfitime të shumta shëndetësore, nga energjia, ngopja deri te përmirësimi i shëndetit të flokut, lëkurës dhe forcimi i kockave. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni që vezët t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese. Ngrënia e vezëve çdo ditë mund të ketë përfitime shëndetësore,
nga energjia, ngopja deri te përmirësimi i shëndetit të flokut, lëkurës, forcimi i kockave dhe shëndeti më i mirë i kujtesës. Ndaj konsumit tyre në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet tek veza është për shembull vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulën riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët e ziera janë një përbërje shumë e mirë për të forcuar kockat. Gjithashtu, ato janë të pasur me vitaminën D dhe proteinë. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit dhe mundëson struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët e ziera janë të pasura me yndyrna të mira. Veza e zirë nxit krijimin gjithashtu të yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak dhe në uljen gjithashtu të riskut të problemeve të shëndetit të zemrës, duke i kthyer kështu vezët në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të merrni përfitimet kryesore nga konsumi i vezëve të zira, sigurohuni që t'i keni pjesë përbërëse të dietave tuaja ditore. Vetëm në këtë mënyrë vlera dhe përfitimet e tyre do të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu të shumëfishta. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 vezë të zira çdo ditë. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu do të parandaloni një sër efektesh negative. Në qendër proteinike dhe ngarkuar me 13 vitamina dhe minerale të ndryshme, acide të ndryshme yndyrore omega 3. Veza konsiderohet sipas ekspertëve të shëndetit një nga përzgjedhjet më të mira për organizmin. Studime shkencore tregojnë se ngrënia e vezës në mëngjes jo vetëm që do t'i japë përfitime të mira në shëndetin e trupit, por gjithashtu do të ruajë edhe balancat më të mira të tij. Vezët janë një nga burimet ushqimore natyrore më të pasura me lëndë ushqyese në planet. Fuqia e kësaj pakete të përsosur është e pakrahasueshme. Nga përmirësimi i funksionit të trurit, mbështetja e shëndetit fizik deri tek rritja e të voglit, vezët mund t'i konsumojnë të gjithë, citon dietologja Garmia Goyal. Ajo renditi arsyet kryesore pse duhet të konsumoni të paktën një vezë çdo ditë. Veza përmban 13 vitamina dhe minerale të ndryshme të kërkuara nga trupi, që janë burime parësore të proteinës cilësore. Dëndësia e lartë ushqyese që gjendet te veza mundëson atyre mbështetjen e sistemit natyror imunitar në trup dhe në rritje fizike. Vezët ofrojnë trajtim të mirë ushqyes. Ato mund të veprojnë si një element kryesor i rëndësishëm i një diete të ekuilibruar mirë. Një vezë e madhe e zier ka rreth 77 kalori që përmban vitaminën A, vitaminën B5, B12, vitaminën B6, vitaminën D, E dhe K, minerale si folati, fosfori, seleni, kalciumi, zinku dhe 6 gram protein, 5 gram yndyrna të shëndetshme për zemrën. Gjithashtu vezët janë të mira për shëndetin e syve. E pasur me lutein dhe zeakanthin, e verdha e vezës vepron si një antioksidues i dobishëm që zvogëlon në riskun e kataraktës dhe degenerimit muskular në sy. Vezët janë gjithashtu të pasura me vitaminën A, një vitaminë e rëndësishme për nevojat dhe për pamjen e qartë. Vezët do të ofrojnë nivele të larta të vitaminave dhe yndyrnave omega 3. Vezët ndihmojnë në përthithjen më të mirë të niveleve esenciale të yndyrës omega 3, që luan një rol aktiv gjithashtu edhe në funksionin më të mirë dhe mbrojtjen e syve. Vezët janë të pasura me ushqyes dhe kanë përfitime të mira për ngrënien tuaj të shëndetshme. Ekspertët i cilësojnë vezët e ziera si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund të merrni në dobi të shëndetit tuaj. Duke marrë parasysh se ka kaq shumë përfitime, ngrënia e vezës ofron një ngopje më të madhe të organizmit, mban larg gjithashtu edhe komplikacionet e tillë dhe rëndesat e një pasnjëshme. Sigurohuni që vezët t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe konsumi i tyre do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Prandaj sigurohuni që vezët e zira t'i keni pjesë të planit tuaj ushqyes. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.